Përsa hyra në oborën e shkollës suaj këtu, u ktheva te kujtimet e fëmirisë. Unë kam ardhur pa numër herë në këtë oborë shkolle, për shkak se nëna ime ka qenë mësimdhënëse këtu, për gati një dekadë, nga viti 1980 deri te viti 1989, në lëndë të ndryshme të ndërrimtarisë si konstruksione të betonit, materiale ndërtimore, bazët e ndërrimtarisë të arkitekturës e të tjera. Dhe ka që më vonë vetë, pastaj kam studiuar diçka që është pak më ndryshe, por sërish tek shkencat natyrore dhe tek fusha teknike, elektroteknikën e që i përngjan më shumë këtyre qarqeve elektrike këtu, me rezistenca, kondensator, me rrymë, me tensione për të gëzim, edhe me ndërprersa, ndonë se jo sikur ata ndërprersat në kuvendin e Kosovës me pamundësim këporumin nga opozita. Për herë të parë gjatë këtij mandati e kemi bërë realitet arsimin dual në shkollat tona profesionale, sepse është prioritet kyç i qeverisë sonë dhe një nga projektet më domethënëse për të ardhmen e rinisë dhe të ekonomisë së vendit tonë. Ky model ndërthur teorinë me praktikën dhe i afron të rinjt me tregun real të punës.